Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër të Kosovës Albin Kurti mbrëm në qendrën sportive Sezar Suroj në Prizren ka hapur fushatën zgjedhore në një tubim ku prezantua bashkimi politik i subjekteve që garojnë si Guxo, Alternativa, PSHDK së bashku në zgjidhjet e 28 dhjetorit, pasi që po paraqiten të bashkuara në numrin 116, duke theksuar përgjegjësinë ndaj shtetit dhe qytetarëve, si dhe angazhimin për një Kosovë të sigurt, të fortë dhe të drejtë për të gjithë. Lista garuese e këtij koalicioni përbëhet nga profesionistë të fushave të ndryshme, përfshir ekonomistët, mjekët, juristët, inxhinier, artistë dhe ushtarak, si nga Kosova ashtu edhe nga Mërgata, tha Kurti. I kemi në mendje dhe në planet tona për qeverisje të mirë. Policët në çdo patrull, hetim dhe parandalim, siguria e qytetarëve ndërtohet nga përgjegjësia dhe ndershmëria e tyre. Ushtarakët, dija dhe përgatitja e tyre janë prioritet për ne për sigurinë e shtetit dhe të qytetarëve. Invalidët dhe veteranët e luftës, liria që sollet me armë është detyra që ne sot e përkthejmë në ligj e drejtësi, në begati e siguri në një shtet i cili i ruan dhe i mbron të gjithë. Pensionistët dhe të moshuarit, mundi dhe sakrificat e tyre janë shembulli për shoqërinë dhe standardi i dinjitetit. Ata që na kanë sjellë deri këtu janë mbështetje dhe udhërrëfim për ne. Fermerët që dimër e verë punojnë tokën duke pasuruar markën Made in Kosova. Kjo qeverisje është për ju, për të gjithë ju. Ne besojmë te forca e vullneti, mundi dhe dija juaj. Ne ju shërbejmë edhe me respekt, edhe me gëzim. E qytetari të nderuar të pranishëm është matësi i forcës së shtetit. Në zërin e qytetarit qëndron ritmi i sigurisë. Në gjendjen e qytetarit, kur ai ndjehet i mbrojtur, vendi, ecën e çdo familje është e sigurt, sepse edhe një betejë më shumë gjithsesi e fituar për shtetin. Qytetari që nuk lëshon pe e ngrej zërin. Qytetari i cili nuk mjafton të dëgjohet, por udhëzon e udhëton bashkë me tjerët. Kur kosovarët nuk e kanë pasur situatën e sigurisë më të mirë, ka thënë Kurti, ai ka premtuar zhvillimin e ekonomisë dhe shëndetësisë dhe investime në infrastrukturë. Për 4 vite, buxheti dhe ekonomia është rritur, e të cilën e kemi shpërndar për bujqet e zejtaret. Prizreni asnjëherë nuk ka qenë më i përfaqësuar se sa në qeverisjen tonë, sepse qeveria jon ka qenë e do të jetë të gjithëve, ka thënë ai. Siguri do të jetë siguri e begatisë së shoqërisë tonë të vendit tonë. Begatia nuk është begati për disa, por për gjithë. Kur shteti pasuron shoqërinë, secili e ndjen ndryshimin. Për ata që nuk kanë, çdo vendim është mundësi. E begatia nuk matet me fjalë, por me veprime që ndjehen. Kur të gjithë ndajnë sipas mundësisë, vendi bën progres. Pasurimi i shtetit është reflektim i pasurisë së qytetarit. Begatia është dhurata për ata që luftojnë e përpiqen për çdo ditë. Kur qytetari nuk lëshon pe, begatia arrin të çdo familje. Shteti që pasuron shoqërinë fuqizon komunitetin. Përparimi vjen kur shoqëria nuk ndahet nga ata që kanë më pak. Kur vlera ndahet drejt, begatia bëhet universale për çdo kënd dhe kudo dhe kurdo. Andaj, begatia është prioriteti tjetër së bashku me sigurinë i lëvizjes vetëvendosje dhe i partnerëve të saj për qeverisjen në mandatin e ardhshëm 4-vjeçar. E të dashur qytetar, siguria dhe begatia e kanë adresën me numrin 116. Çdo vot
Kurti premtoi se në mandatin e ardhshëm do të vazhdojë siç tha ai punët e mira në ngritjen e mirëqenies së qytetarëve dhe zhvillimit të vendit. Pastaj ka bërë prezantimin e kandidatëve që karojnë për këtë zgjedhje nga Prizreni, duke u lexuar edhe nga një biografi të shkurtër. Nuk është vetëm numër, është ritëm